Thënie nga Volteri. Volteri ishte filozof, shkrimtar dhe historian francez me famë botërore. Citojmë disa prej thënieve të tij. Gjërat e mëdha janë nganjëherë më të lehta nga se mendohet. Sa herë që një ngjarje e rëndësishme, një revolucion apo një gjëm kthehet në përfitim për kishën, identifikohet gjithnjë si dora e Zotit. Nëse Zoti na ka krijuar sipas shëmbëltyrës së vet, patjetër që ne ja kemi kthyer nderin. Ignoranca pohon ose mohon me bindje, shkenca dyshon. Për shumë njerëz, korrigjimi nënkuptohet si zëvendësimi I të metave. Ka dallim të madh mes të folurit për të gënyer dhe heshtjes për të qenë të pakuptueshëm. E respektoj shumë idiotësinë njerëzore. Është vetmja gjë që më jep idenë e pafundësisë. Nga hapi ynë I parë në jetë, varet pjesa e mbetur e ditëve tona. Mosmarrveshja është e keqja më e madhe e njerëzimit, dhe toleranca është I vetmi ilaç. Budallienit admirojnë çdo fjalë të një autori të madh. Unë lexoj veç për vete dhe më pëlqen ajo që leximi bën për mua. Nëse duhet të ndëshkohemi nga që I kam nënshtruar fenë arsyes, atëherë jam gati. Të shpallësh të vërtetën, të propozosh diçka të dobishme për njerëzimin, është një recetë e sigurt për të qenë I përndjekur. A jam pajtuar me Zotin, e po përshëndetemi, por nuk flasim. Të gjithë zhanret janë të mira, përveç atyre që na mërzisin. Nuk dim asgjë përveç përmes përvojës. Nuk ekziston pushtues I madh që të mos jetë një politikan I madh. Një pushtues është një njeri që nëpërmjet mendjes së tij arrin të përdor me mjeshtri manice krahët e të tjerëve. Sëmundja më e tmerrshme e shpirtit njerëzor është dëshira për të sunduar.